Territori i Kosovës për datën 27 mars 2026 do të karakterizohet nga mot i paqëndrueshëm me reshje shiu në disa zona dhe vranësira të pjeshme në zona të tjera. Paraditja dhe pasditja do të jenë me alternime mes reshjeve dhe kthjellimeve. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 12 gradë Celsius. Era do të fryjë mesatare nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:20 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 18:02 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 2 deri në 6 gradë Celsius, Podujev 0 deri në 5 gradë Celsius, Skënderaj 1 deri në 9 gradë Celsius, Pej 3 deri në 8 gradë Celsius, Prishtinë 1 deri në 5 gradë Celsius, Gjakov 3 deri në 12 gradë Celsius, Malishev 2 deri në 11 gradë Celsius, Gjilan 1 deri në 8 gradë Celsius, Ferizaj 1 deri në 7 gradë Celsius, Kaçanik 2 deri në 6 gradë Celsius, Suharek 2 deri në 11 gradë Celsius, Prizren 2 deri në 9 gradë Celsius.